Një shans jetik, se mundohet që do të shkojnë vite derisa të vim të një shans e njëjtë, edhe pse mendoj që formati që është bërë nga FIFA, tani edhe nga UEFA, është rrit numri i kombëtarëve që marrin pjesë në kompeticione, jep mundësi më shumë, mirë po e kemi pa Turqia ka 20 e sa vite edhe nuk kualifikohet, Italia po bën 12 vite që nuk e shijon. Prandaj ishte një shans shumë e madhe, mirë po nuk pajtohem plotësisht me ato që kemi humbje me shumë dëshpërim për arsye se duhet jemi shumë krenar, se ka qenë një humbje dinjitetshme, nuk ka qenë një rezultat i thellë, ka qenë një rezultat shumë i ngushtë, është vendosur nga një detaj. Kemi pas përballë një kombëtare që ka shumë më shumë traditë, me shumë më shumë popullat, me shumë më shumë futboll të zhvilluar, me lojtarë që vishin nga ekipet Galatasaray, Fenerbahçe, nga Juventus dhe Real Madrid, jo lojtarë të stolit, po lojtarë standard. Prandaj mendoj që shumë shpejt kemi harruar gjithë këto rezultate që janë arrit, këto fitore që janë arrit, kualifikimin i Ligë B, pastaj play-offi me Islandën, play-offi tjetër me Slovakinë, po me një humbje që mendoj që ka qenë një humbje që na dhem shumë, mirë po një